Allahu diku i jep shëndet, diku i merr. Allahu diku i jep dije, diku nuk i jep. Allahu diku i jep bukuri, diku se posedon atë. Allahu diku i jep pasuri, diku se ka. Dhe që të gjithë janë të sprovum këto dhuntit Allahu Teala. Kurse ke je i sprovum, a do të duron këtë sprovë të Allahu Teala. Kur e ke je i sprovum, a do ta kryn hakun si duhet në këtë dhuntit Allahu Teala. Me qenë i bukur apo e bukur është sprovë, se ka mundësi që ti të trimrohesh dhe të bën zina apo të bën të këqija me këtë dhuntit që ta ka dhënë Allahu Teala. Me dhënë pasuri ti trimrohesh për me bo haramin. Për arsye se zakonisht ata që kanë i sheh të shku në për vendet bregdetare, të i zhvesh gratë e veta dhe vetën e tyne, të i zhvesh fëmijët e tyne, të shku dhe të lujt bigjoz kumër, të shku edhe të bo zina me parën që Allahu Teala ja ka dhanë. Ta ka dhanë shëndetin, ke mundësi me e keq përdor. Që të dytë jemi në sprovë. Edhe i smuti, edhe ai i cili e posedon shëndetin. I smuti është në sprovë, çfarë do t'i thotë Allahu Teala në këtë sprovë? Do t'jetë i durueshëm si Ejubi alayhis salam, apo do t'jetë i paturpshëm dhe do të rëndoje dhe do të gjuje fjalë drejt Allahu Teala, pse Zoti e sprovoi. Tër jeta e dynjas në nderuar vëllezër është sprovë. Edhe kur s'ke një dhunti je në sprovë, edhe kur ta posedon atë dhunti që e ke kërku je në sprovë. E pasuria është prej sprovave më të mëdha që Allahu Teala na e kalon për me na sprovu në këtë botë.